Një stadium i mbushur plot, ku dritat e projektorëve nuk ndriçojnë vetëm fushën e blertë, por edhe fytyrat e atyre që vendosin fatet e një qyteti të tërë. Në zonën VIP, aty ku shampanja derdhet lum dhe kostumet e shtrenjta zëvendësojnë uniformat e policisë, ndodh një takim që flet më shumë se 100 dosje hetimore. Gazetari investigativ Artan Hoxha, në një nga deklaratat e tij më të forta, lëshon frazën që tronditi opinionin publik. Ergjys Agasi nuk është një venkster i zakonshëm. Por çfarë fshihet pas këtij përkufizimi enigmatik? Kush është njeriu që qëndron në udhëkryqin e rrezikshëm mes politikës së lartë dhe botës së errët të Durrësit, dhe pse shfaqja e tij e lirë në stadium është një sfidë e hapur ndaj drejtësisë shqiptare? Në analizën e tij të detajuar, Artan Hoxha çmonton mitin e kriminalit tradicional. Kur ai thotë se Agasi nuk është i zakonshëm, ai vizaton profilin e një pushteti të ri, shumë më të sofistikuar dhe më të rrezikshëm se ai i rrugës. Agasi nuk është personazhi që do ta shihni me pistolet në brez, duke bërë sherrë banale apo duke grabitur banka. Ai përfaqëson jakat e bardha të botës së krimit, një figurë hibride që nuk përdor dhunën fizike, por influencën. Sipas Hoxhës, fuqia e tij e vërtet është roli i negociatorit, apo siç mund të quhet ndryshe, kordoni umbilikal, që ushqen dhe mban gjallë aleancën mes bandave më të frikshme të Durrësit dhe zyrtarëve të lartë në Tiranë. Simbolika e stadiumit Air Albania apo atij të Durrësit është kyçe në këtë narrativ. Pse gazetari Hoxha e thekson kaq shumë këtë detaj? Sepse stadiumi, veçanërisht lozhat VIP, janë shndruar në zyrat e reja të krimit të organizuar, aty ku ligji nuk hyn dot, hyn influenca. Kur një personazh si Agasi shfaqet aty, i ulur krah për krah me politikan vendimarrës dhe biznesmen strategjik, mesazhi që i përcjellet publikut dhe rivalëve është i qartë: unë jam i paprekshëm. Në ato takime informale, sipas analizës së Hoxhës, nuk diskutohet për pasimet apo golat, por negociohet imuniteti, ndahen territoret e influencës dhe garantohet ajo që gazetari e quan qetësie e detyruar në qytetin bregdetar, veçanërisht gjatë fushatave elektorale. Konteksti bëhet edhe më i rënd kur shohim zhvillimet e fundit me dosjet e SPAK dhe zbërthimet e aplikacioneve Sky EQC. Emri Agasit është lakuar shpesh, jo si ekzekutor, por si zgjidhës problemesh. Ai është njeriu tek i cili bien telefonat kur boset e krimit kanë probleme me shtetin, apo kur shteti ka nevojë për qetësi nga grupet kriminale. Trashëgimia e tij familjare politike dhe lidhjet e vjetra e bëjnë atë një figurë që lundron i sigurt në ujëra ku të tjerët do të mbyteshin. Për Artan Hoxhën, fakti që ai vazhdon të jetë një faktor kyç dhe lëviz i lirë tregon se politika ka ende nevojë etike për shërbimet e tij si ndërmjetës. A është Ergjys Agasi thjesht një viktimë e sulmeve mediatike për shkak të mbiemrit të tij, apo është vërtet kardinali gri që lëviz fijet e padukshme të Durrësit, ashtu siç pretendon Hoxha? Një gjë është e sigurt, kur ai shfaqet në tribunën VIP, loja që luhet është shumë më e rëndë dhe me pasoja shumë më të mëdha se ajo që zhvillohet në fushën e blertë. Kjo situatë ngre pikpyetje të mëdha mbi ndarjen e pushteteve në Shqipëri. Cili është mendimi juaj për këtë simbiozë mes krimit dhe politikës? A duhet SPAK të hetojë më thellë këto lidhje VIP që shfaqen hapur në sytë e publikut? Na shkruani opinionin tuaj në komente dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin ton për të ndjekur analizat më të fundit mbi aktualitetin.